Mero Baze, gazetari i familjes Veliaj, njeriu i cili dje ishte me çorapet grisura dhe gjatë pushtetit të rilindjes u shndërrua në miliarder, e ka vendosur medjen e tij në funksion të kryetarit të arrestuar të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, mbi të cilin rëndojnë 13 akuza për 5 vepra të rënda penale. Media e ushtarit, shërbëtorit dhe gazetarit që qelb Mero Baze shtrëmbëron titujt në funksion të Veliajt, duke mashtruar publikisht, duke tjetërsuar deklaratat e personazheve që flasin për spakun, prokurorët dhe gjyqtarët, duke tentuar të përçojë mesazhe të gabuara. Sigurisht qëllimi i vetëm kuptohet që është sulmi ndaj drejtësisë. Gënjen në të njëjtën mënyrë siç del në raportin e dorëzuar në Departamentin e Drejtësisë, ku është zbuluar se si Veliaj dhe vllai i tij kanë lobuar $220.000 për të sulmuar drejtësinë, duke thënë të pavërteta, shpifje ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve, skem të cilën CNA e ka zbërthyer. Së fundi, në median e Mero Bazës, shfaqet një titull i cili që në krye tregon se është një sulm ndaj spaku, tërësisht i shtrëmbëruar, jo i vërtet, dhe këtë e ka përgënjeshtruar vetë personazhi, i cili gjak një interviste për gazetaren Ilva Tare ka folur për spakun. Sipas medias së Meros, ish prokurori shqiptaro-amerikan në Departamentin e Drejtësisë dhe themeluesi Yunchai Law, John Yunchai, ka thënë se nëse arrestimet pa dënime vazhdojnë, besimi i publikut te spak rrezikohet seriozisht. Për këtë gënjeshtër të fabrikuar nga media e Mero Bazës, vetë John Yunchai është detyruar ta përgënjeshtrojë, duke thënë se nuk është i saktë dhe se nuk ka shprehur një deklaratë të tillë. Në intervistën time me Ilva Taren, nuk thash që nëse arrestimet pa dënime vazhdojnë, besimi i publikut në spak është seriozisht në rrezik. Pika që po ngria mbi këtë temë ishte e thjeshtë. Suksesi i prokurorisë në fundit matet me dënime, jo me arrestime, dhe procesi i rregullt ligjor duhet të udhëheq çdo rast. Duke pasur parasysh këtë, ky është titulli që duhet të shihni. John Yunchai, një spak i pavarur, një proces i drejtë dhe dënime do të ndërtojnë besimin e publikut. Ka shumë forca që nuk duan që spak të ketë sukses në misionin e tij. Çdo administratë e Shteteve të Bashkuara dhe EBS ka mbështetur formimin, pavarësinë dhe suksesin e spakut. Ne vazhdojmë ta mbështesim, ka sqaruar ish prokurori Yunchai. Kështu edhe një herë tjetër i është cier maska Mero së mirë, ose siç njihet ndryshe plakut Mere, ose gazetarit familjes Veliaj, duke konfirmuar edhe një herë se mashtrimet dhe gënjeshtrat nuk kanë fund dhe qëllimi mbetet i njëjtë, sulmi dhe intimidimi i drejtësisë. Por sërish ka dalë zbuluar me gënjeshtrën e tij, ashtu siç doli pasi vet ish prokurori John Yunchai e ka përgënjeshtruar titullin e bërë në median e Meros, medias në shërbim të Veliajt, nga skutat e burgut të Durrësit, i cili ashtu siç rezultoi edhe në përgjime, vijon ta dirigjojë dhe të përdorë siç do ai, si vegël. Kjo është një tjetër nga ato gënjeshtra që shohim nga Mero Baze në median e tij. Më e fundit ju zbulua vetëm pak ditë më parë, ku publikoi proces verbalet, duke shtrëmbëruar atë që prokurorët Ols Dado dhe Altin Dumani kishin thënë gjatë seancës për shqyrtimin e kërkesës së Veliajt për zëvendësimin e masës së sigurisë. Mero Baze ra me këmbët e tij në gropën që kishte hapur vet, pasi në asnjë fjali nuk thuhej se prokurorët Ols Dado dhe Altin Dumani kanë thënë në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar se Erion Veliaj duhet të qëndrojë në burg për shkak se ka marrë avokat amerikan. CNA zbërtheu edhe këto gënjeshtra e mashtrimet mediave të Veliajt.